A e keni menduar ndonjëherë që brenda nesh kemi dy organe të vogla, por jashtëzakonisht të fuqishme, që punojnë pa u ndalur për të na mbajtur gjallë? Po flasim për veshkat. Sot do të mësojmë si të deshifrojmë gjuhën e tyre, të kuptojmë sinjalet paralajmëruese para se të jetë tepër vonë. Imagjinojini pak këtë. Çdo ditë, veshkat tona pastrojnë rreth 200 litra gjak. Kjo është më shumë se një vaskë e mbushur plot. Ky fakt i pabesueshëm na bën të shtrojmë një pyetje thelbësore. Po çfarë ndodh kur ky sistem kaq i sofistikuar filtrues fillon të bllokohet, të mbingarkohet me toksina? Atëherë, ja cili është plani. Së pari, do të bëhemi si detektiv. Do të kërkojmë shenjat paralajmëruese. Më pas, do të gjejmë fajtorin kryesor që fshihet pas dëmtimit të veshkave. Dhe në fund, do të ndërtojmë një lloj mburoje mbrojtëse me strategji fare të thjeshta. Jeni gati? Le t'ja nisim. Në rregull, le t'i futemi pjesës parë, shenjat paralajmëruese. Këto janë ato sinjalet që trupi lëshon kur sistemi i filtrimit të veshkave fillon të ketë vështirësi. Shpesh, problemet serioze nisin me një pëshpërim. Mund të jetë një shije e çuditshme metalike në gojë, një kruajtje e pashpjegueshme në lëkurë, ose një erë lehtë amoniaku në frymëmarrje. Këto janë shenjat e para, ato më delikate me të cilat sistemi po thotë, "Hey, diçka nuk po shkon siç duhet." Shenja e parë kryesore është edema, ose thënë thjesht, ëndja. Mund të shfaqet si fryrje poshtë syve, por sidomos te këmbët. Dhe ja një test fare i thjesht. Shtypni butësisht me gisht kyçin e këmbës për disa sekonda. A mbetet një gropës? Ky është sinjali i edemës me gropsa, një tregues goxha i qartë se veshkat nuk po e menaxhojnë siç duhet lëngun. Tani, kalojmë tek një shenjë me një emër pothuajse poetik, por me një realitet alarmues. Ngritësa uremike. Kjo ndodh kur veshkat janë aq të mbingarkuara saqë urea, me mbeturin, fillon të kristalizohet. Po, në lëkurë. Duket si një shtresë e hollë ngjitse, zakonisht në ball. Është një sinjal i kuq që tregon se sistemi ka nevojë urgjente për ndihmë. Shenja e tretë, presioni i lartë i gjakut. Dhe kjo analogji e ilustron në mënyrë perfekte. Mendojeni veshkën si një filtr uji. Nëse filtri është i dëmtuar ose i bllokuar, çfarë ndodh? Presioni prapas tij rritet. Pika kyçe këtu është se ky presion i lartë nuk është thjesht një simptom, ai vetë shkakton dëme të mëtejshme në mekanizmin delikat të filtrimit të veshkave. Këto probleme krijojnë një efekt domino, e dini? Grumbullimi i ures shkakton një lodhje të vazhdueshme. Ndërkohë, vetë filtri i veshkave dëmtohet, duke krijuar si thuaç vrima që lejojnë proteinat të kalojnë në urinë. E gjithë kjo e çekulibron sistemin, duke e bërë urinën shumë acide. Një tjetër shenjë që veshkat po luftojnë për të mbajtur balancën delikate të pH-it. Dhe tani, shenja e 7, e cila është si një lojë dominoje që shkon tmerrsisht keq. E gjitha fillon këtu. Veshkat e dëmtuara nuk arrin ta ndezin vitaminën D, pra ta bëjnë aktive. Pa vitaminën D aktive, trupi nuk e di se ku ta vendos kalciumin, dhe kështu, kalciumi fillon të grumbullohet në vendet e gabuara, ngurtson arterjet, krijon gur në veshka dhe irriton nervat. Një problem i vetëm shkakton një ortek problemesh. Mirë, pasi pam shenjat, pyetja logjike është çfarë i shkakton të gjitha këto? Tani do të përqendrohemi tek shkaku kryesor, rrënja e problemit për shumicën dërmuese të rasteve të dëmtimit të veshkave. Atëre, cili është ai faktori vetëm që ka ndikimin më shkatërrues mbi këto organe kaq etike? Përgjigja mund të t'ju abis. Ja ku e keni. E qartë dhe pa më dyshje. Shkaku numër 1 është diabeti, dhe më sakt, sheqeri i lartë dhe i pakontrolluar në gjak. Ky imazh është vërtet i fuqishëm. Mendojeni kështu, sheqeri i tepërt në gjak vepron fiks si letër zmerile brenda enëve delikate të gjakut në veshka. Ai i gërryen dhe i shkatron ato, ngadalë por në mënyrë të pandalshme, çdo ditë, pak nga pak. Dhe kjo është arsyeja pse. Shikojeni pak këtë disproporcion tronditës. Trupi ynë është krijuar për të menaxhuar rreth 1 lugë çaj sheqer në gjak në çdo moment, vetëm 1. Por personi mesatar konsumon mbi 15 lugë çaj çdo ditë. Imagjinoni atë stres të jashtëzakonshëm që kjo i shkakton veshkave, të cilat duhet të punojnë pa pushim për të pastruar këtë tepricë. Sigurisht, sheqeri nuk është i vetmi fajtor. Presioni i lartë i gjakut krijon një rreth vicioz dëmtimi të vazhdueshëm. Mungesa e mineraleve si kaliumi dhe vitaminës D e përkeqëson situatën. Madje edhe kushtet gjenetike, si sëmundja policistike e veshkave, shpesh zgjohen nga një mjedis i brendshëm toksik. Mjaft me lajmet këqija. Tani është koha për të kaluar në veprim. Pjesa më e mirë se ne kemi një fuqi të jashtëzakonshme për të mbrojtur veshkat tona.
Dhe kjo fuqi fillon pikërisht në pjatën tonë. Pra, cila është strategjia? Shumë e thjeshtë. Mbusheni pjatën me ushqime mbrojtëse dhe kufizoni ato që mund të shkaktojnë probleme. Në ekipin mbrojtës kemi perime jeshile, si kale dhe selinoja, bashkë me proteinat pastra si peshku. Nga ana tjetër, duhet jemi të kujdesshëm me ushqimet që përmbajnë shumë oksalate, si spinaqi dhe bajamet, pasi ato mund të kontribuojnë në formimin e gurve. Kur bëhet fjalë për proteinat, ekuilibri është gjithçka. Shumë pak dhe trupi nuk ka material për t'u riparuar. Shumë dhe veshkat më ngarkohen duke u përpjekur të përpunojnë mbetjet. Synoni për një sasi sapo llomba e dorës, rreth 85 deri në 170 gram proteinë cilësore për vakt. Kjo është pika e artë. Le t'i japim një duartrokitje disa heronjve të vërtet të veshkave. Selinoja vepron si një diuretik natyral, duke ndihmuar në largimin e lëngjeve të tepërta. Asparagu është si një pastrues specifik për acidin urik, dhe kale, ai është si një truproj plot me përbërës mbrojtës nga bimët që mbrojnë direkt qelizat e veshkave. Sigurisht, asnjë plan për shëndetin e veshkave nuk është i plot pa ujin. Mendojeni ujin si një lumë që rrjedh vazhdimisht përmes veshkave, duke marrë me vete të gjitha mbeturinat dhe duke parandaluar grumbullimin e tyre. Synoni për të paktën 2.5 litra në ditë për ta mbajtur këtë lumë të rrjedhlishëm. Dhe në fund, mendoni për këtë. Uleni barrën, zgjidhni ushqime organike për të shmangur pesticidet. Pyesni mjekun për efektet anësore të ilaçeve. Largoni sheqernat e përpunuara. Madje edhe diçka e vogël si zgjedhja një kripe deti të pasur me minerale mund të bëjë një ndryshim. Çdo hap i vogël ndihmon për të lehtësuar punën e veshkave. Dhe kështu, gjithçka përmblidhet në këtë pyetje. Me çdo kafshat, me çdo pije, bëhet një zgjedhje. Apo i jepen trupit materialet për të ndërtuar dhe forcuar këtë filtr jetik, apo po gërryetaj ngadalë. Zgjedhja bëhet çdo ditë. Faleminderit që ndoqët këtë shpjegim.